Të nderuar qytetar, tetovarët po varfërohen, krerët e vlenit çdo ditë më shumë po pasurohen. Bilal Kasami erdhi në pushtet me premtime për barazi dhe transparencë, ndërsa sot tetovarët po përballen gjithnjë më shumë me fatura të fryera për shërbimet komunale. Rasti i tillë është me faturat e ujit, ku qytetarët ngarkohen të paguajnë shumë fish më shumë se sa çmimet reale që paguanin në të kaluarën. Ku shkojnë këto para të vjedhura? Në xhepat e kujt përfundojnë? Kjo është një vjedhje klasike nga xhepat e qytetarëve. Dhe me paratë e tyre po shijojnë jetën e luksit klani i Bilal Kasamit. Përveç rritjes enorme të çmimeve të faturave të ujit, ky pushtet kriminal në kryet e komunës po planifikon edhe shitjen e ndërmarrjes komunale Shari. Me shitjen e ndërmarrjes komunale, qytetarët do të ngarkohen edhe më shumë me pagesa mujore, ashtu siç ndodhi me rastin e mbeturinave. Ky pushtet hajdutësh në kryet e komunës së Tetovës, synim kryesor e ka pasurimin e individëve të partisë dhe asnjëherë zgjidhjen e problemeve të qytetarëve. Tetovarët as nuk nënshtrohen dhe as nuk mashtrohen. Hajnat nuk e kanë vendin në qytetin tonë. 19 tetori është dita ku do ta merrni përgjigjen e merituar me anë të votës dhe pastaj do të përgjigjeni të gjithë para drejtësisë për të gjitha krimet që i keni bërë në kurrizin tonë.